Dy emra të njohur të futbollit verior, Astrid Prençi dhe Hasan Hoxha u përballen sërish pas shumë vitesh, por këtë herë jo si kundërshtar në fushë, por si drejtues të akademive. Akademia Djelmnia Shkodrane, drejtuar nga Prençi dhe Afelisus Elezhës me në krye Hoxhën, zhvillua një ndeshje miqësore për të testuar përgatitjen e të rinjve. Për sa i përket ndeshjeve miqësore, normalisht kjo shërben edhe ne, edhe aty në sa një akademi e re. Dhe të pas parasysh se na kena edhe një aktivitet detali. Kena menu që para këtij aktivitetit bëjmë edhe një miqësore që të shohim edhe fëmijët, edhe të kena një përfaqësim sa më dinjitos në Itali. Megjithëse nuk na intereson shumë, interesi më i madh është me pas 2-3 fëmijë, siç i kena pas edhe vjet edhe para. Që mund të kenë rreth me të rinj të 3 sportistë, më të mirë të aktiviteteve që janë. Kënaqësi e madhe, me ardhur në këtë qytet futboll dash, ka gjerë figurat maja futbolistike dhe të kjo akademi, domethënë me trajnerë si Astrid Prençi e Gjahysa. Një ftesë Astrid Prençit edhe ne në një akademi e re e hapun tash me emrin e qytetit vjetër të Lezhës, Lisus. Hoxha kujton me nostalgji përballet e dikurshme me Prençin, të cilin si thot ai vet e konsideron më shumë se një lojtar, një luftëtar në fushën e lojës. Shi kujtimet bukur, duelet forta një ndaj kundërshtar, po shok, vëllezër lojtar, kapiten i jashtëzakonshëm. Astridi lojtar, jo lojtar, por luftar. Kam qenë luftar për kohën që kam luajtur, normal me fanelat kundër, vllai i vogël, pesëlidhja ndaj vllait madh vllaznia. Për Akademinë Shkodrane, kjo ndeshje ishte një provë e rëndësishme përpara një turneu ndërkombëtar që do të zhvillohet këtë ditë në Itali, ku të rinjt do të përballen me bashkëmoshatarët e tyre nga vendet e tjera. Nga radhët e kësaj akademie ka dalë edhe një nga talentet më premtues të viteve të fundit, Gabriel Kulla, që sot luan për Sassuolon në Serie A dhe është pjesë e kombëtares U17.